Gjykata në Maqedoni ka lënë në burg 7 nga protestuesit që u përfshin në aktet e dhunës ndaj deputetëve në Parlamentin e Maqedonisë. Ata dolën para tokave të zeza të dielën. Mbitarët ndojnë akuzat e pjesëmarrjes në turma që do të pengonin personin zyrtar në kryerjen e detyrës dhe pjesëmarrje në turma që do të kryente vepra penale. Prokuroria e Shkupit thotë se ka mbledhur dëshmi dhe ka nisur procedim penal për 15 protestues të përfshirë në trazirat e parlamentit. Mediat në Maqedoni bëjnë me dije se ata janë personat që sulmuan deputetët dhe depërtuan sigurimin e dobët policor. Mes deputetëve të lënduar ishin dhe Zoran Zaev dhe Ziadin Sela. Prokurori publik kompetent ka konstatuar se janë përmbushur bazat ligjore për 14 të dyshuar deri tek gjykatësi i procedurës paraprake për masën e paraburgimit. Ndaj një personi është propozuar përcaktimi i masës së kujdesit. Për momentin nuk ka kallëzim kundër organizatorëve të protestave, por policia ka dërguar njoftim të posaçëm deri në Prokurorinë Themelore Publike. Hetimi i prokurorisë vazhdon në drejtim të zbardhjes së plotë të veprave penale ndaj të përfshirëve për pjesëmarrje dhe dhunim të institucionit publik dhe sulm ndaj personave zyrtar.